U hap kapitulli 3 për Serbinë. Serbia është kandidat që nga viti 2012. Në qoftë se i hapen dyert, i përshpejtohet procesi i Serbisë. Në marrëveshjen planin franko-gjerman, ky e tha edhe një gjë tjetër, jo vetëm formimin e qeverisë, por detyrimin për zbatuar të obligimet që kemi marrë në marrëveshjen e Ohrit, ku vjen edhe plani. Dhe çka ka tjetër në atë plan? Dhe për 10 vite Serbia nuk detyrohet në 2 çështje. Ta një Kosovën dhe të ndryshoj kushtetutën, ta heqë nga kushtetuta. Mbetet vetëm kushti i 3 i artikullit 35 të Bashkimit Evropian, që është normalizimi i raporteve e që lidhet me implementimin e 39 marrëveshjeve teknike. Kurse këto dyja për 10 vite është i liruar. Çka nëse brenda 10 vjeçarit i hapet mundësia Serbisë, meqense ja hapen kapitullin e 3, i hapet mundësia për integrim BE. Si do të integrohet? Me Kosovën pjesë të kushtetutës apo si? Pra, politika, diplomacia gjermane lexohet mes rreshtave si një përkraje dhe një qëndrim i butë në raport me Serbinë, duke e ruajtur interesin e saj strategjik ekonomik në raport me Rusinë. E i dini për shkak të ngrohjes, gaset e tjera. Në fakt, zoti Berisha, cilat do të ishin më tej pasojat nëse Glauko Njufsa nuk arrin të sigurojë 61 vota brenda fatit kushtetues që është vendosur si në planin kushtetues, po ashtu edhe në atë diplomatik. Tani, shive, veç une sa parë sot sjellje deklarata krejt dhe nuk është vështirë të lexohen, këtu veç kemi hyrë në fushatë zgjedhore. Faza e parë e fushatës zgjedhore, normal, ju e dini nga praktikat e mëhershme, fillojnë në kuvend në institucionet qeverisë, duke zhvilluar propagandën e identifikimit kush janë bllokuesit dhe armisht e popullit edhe të kombit edhe të shtetit, edhe duke i barazuar pastaj me listën serbe, me fuqiqin e me Serbinë, që s'ka sens sepse aty hyn edhe une. E une kam dëshmuar kur tham, une identifikoj krejt personat që janë kategorisë njëjtë, familjes njëjtë politike, që lidhemi me luftën, me lirinë, me sakrificën për me bak të shtetë që kemi sot. Por, tani është e faza e mobilizimit masave përmes politikave demagogjike dhe këtyre deklaratave të karakterit, mentalitetit monist dhe të logjikës të komiteteve. Pra, unë sjell buxhetin parlament, ju duhet ta votoni. Jo, mërzotni, se është pluralizëm, dhe kur si ke votat, nuk është më arroganca numrat, mekanizmi i demokracisë, por është kompromisi. Duhet ulesh me partitë politike, të merresh vesh, unë i kam 56 vota sa i ka, po si kam edhe kaq që më duhen për kalim buxhetit. Cila parti më jep dhe partia t'i vek kushtet. Sepse votuesi vërtet në ka obliguar të jemi në kuvend, por votuesi në ka obliguar të mbrojmë frymën politike gjitha dimensioneve të partisë që ai ka votuar. Përndryshe ai kishte votuar lëvizjen vendose. Prandaj, kjo logjika se ne sjellim kuvend, jeni detyruar me votu, kjo nuk funksionon në Kosovë. Ka dështu komunizmi, edhe pse këta janë pjellë neokomuniste, këta pretendojnë me instalu këtë autokracie diktaturë, por nuk rritet në Kosovë. Ne jemi ata që kemi iniciuar shkatrimin e komunizmit Jugosllav në 89-ën dhe nuk është ndarë më derisa është rënë në 90-ën. Prandaj nuk het këtu. Pamarrë se kemi këso mbetje shëndet jugonostalgjikësh dhe që ndrojnë apet Republikën e Tretë në kuadër të një afërsie me Serbinë, po nuk do të ndodhë kjo. Kështu që faza e fushatës elektorale ka filluar në institucione, në orën 2 do të jetë seanca ku marrin pjesë edhe partitë spektrit tjetër politik tani, dhe aty do ta shohin, a do ta kenë votën për mandatarin e dytë. Unë nuk pres të ketë vota për çfarë do mandatarin nga lëvizja vetvendose, është votë për zhbërjen kushtetuese edhe institucionale të Kosovës. 2, është vot kundër gjeostrategjisë amerikane në rajon dhe qëndrimeve të qarta dhe të prera, se me këtë lider dhe me këtë subjekt politik nuk mund të ecim përpara, nuk mund të kemi partneritet, nuk kanë kredibilitet, s'janë përshtatshëm. As për interesat amerikane, as tonat nacionale. Kështu që çdo vot për te, për mua është një vot edhe kundër bashkëpunimit strategjik, aleancës strategjike që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si rrjedhoj, pres se s'do të ketë qeveri dhe nuk kem alternativë tjetër vetëm më shku në zgjedhje, sepse kjo strukturë politike që sot është në qeveri, në parlament, është e delegitimuar, edhe me shkeljet kushtetues në çdo akt gjykim, i cili nuk është implementuar, por këta janë mbrojt me masë kushtetuese deputetët që të mos jenë shkelje kushtetues dhe me vendimin e gjykatës supreme ndaj këtyre që luajnë rolin e qeveristarëve kujdestar, këta janë të delegitimuar.
Dhe këta vendi duhet shkojnë zgjedhje të zgjedh një strukturë legjitime në të ardhmen. Nëse do të mund të bëhen zgjedhje, nëse mpyet a janë zgjedhjet, prapë po ta them, do ta përsërisin të njëjtin defekt. Pse? Jo pse duan njerëzit ndoshta, se ambicjet për qenë ku ta diun për të marrë pushtetin janë normale në politikë, si kjo garë. Por sistemi zgjedhor është defekt. Sistemi zgjedhor i Kosovës gjeneron në vazhdimsi krizë dhe do të gjenerojë edhe tutje. Tani gjëja me një reformë vogël është bërë edhe më i dëmshëm për sistemin politik dhe stabilitetin politik. Prandaj do të gjenerojë kjo krizë politike do të vazhdojë, zoti Berisha? Edhe një herë? Çfarë do ndodhë nëse kjo krizë politike do të vazhdojë ende? Shive, ne jemi shtet që vërtet në vitin 12 u hoq ajo mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë. Por mos harrojmë se kemi një zyre që quhet e UNMIK-ut, që është me mandat të Kombeve të Bashkuara, dhe mos harrojmë se në Kartën e Kombeve të Bashkuara ka një institut juridik që thotë është R2P, Right to Protect. Dhe shumë lehtë mund merret veç një vendim, ka nevojitet një inicim nga dikush, në qoftë shtet aleat, po edhe shtet jo aleat, se ky komunitet nuk arrin të mbajë institucionet dhe një shtet funksional institucional, dhe duhet right to protect, të ndërhyet dhe të vendoset edhe një herë një administrat, derisa të përgatitet një kontingjent politik i cili mund ta marrë mandatin qeverisës, siç e kemi marrë pas heqjes mbikëqyrjes pas pavarësisë, domethënë 12-ën, në 14-ën përfundimisht s'ka pas më asnjë ingerencë të mbikëqyrjes. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur pyetja e fundit, si interpretohet fakti që Kosova, edhe pse cilësohet si një simbol i demokracisë, po shndron 8 muaj pa qeveri funksionale dhe nga ana tjetër a e dëmton kjo imazhin e shtetit në gjithë arenën ndërkombëtare? E kam thënë në foltorën e kuvendit, po e përsëris me përgjegjësi dhe atje kam marrë përgjegjësinë në foltorën e kuvendit, se kjo strukturë politike është e sponsorizuar nga jashtë me mision zhbërjen kushtetuese të shtetit Kosovës. Çdo veprim politik, gjeni një emision një orësh, do të hyjmë analizë për analizë, veprim për veprim, me fakte mbështetje minimale, 3 e më shumë fakte, se çdo veprim i tyre ka qëllimin e zhbërjes dhe defunksionalizimit, zhbërjes kushtetuese, defunksionalizimit kushtetues të shtetit Kosovës. Veç shifni sot temat demagogjike, se kanë marrë çështjen e buxhetit 26, çështjen e buxhetimit të RTK-s, çështjen e zgjedhjes kryetare dhe i kanë mbledh gjithë në një seancë. Pse? Grumbullimin e temave për të krijuar presionin tek opozita dhe për të krijuar presionin tek qytetarët, se këto janë tema të ngushta dhe kështu duhet bëhen. Ja po u them 2 shtrime të lehta. Buxheti, ligji i buxhetit lejon financimin muaj për muaj të muajve të ardhshëm, pra me 12 i bjen, por që nuk të i kalon shumën e vitit paraprak. Pra, nëse kanë qenë 2 milion, po supozojnë një janar, 2 milion du të me qitë edhe një janar në arshëm. Kjo lejohet edhe deri në prill. Nuk ka krizë. Nuk është mirë, por nuk ka krizë. 2. Financimi i punëtorëve të RTK-s, sepse aty zhvillohet propaganda. Buxheti i RTK-s është në kuadër të buxhetit kuvendit Kosovës. Çdo ndarje buxhetore, sa atje bëhet subvencionimi çdo 3 muajor. Çdo kalim i buxhetit për punëtorët e RTK-s bëhet me një nënshkrim të sekretarit permanent të kryesisë të kuvendit. Nuk ka nevojë asnjë procedurë. Është e vërtetë se duhet miratohet një raport i drejtorit përgjithshëm të RTK-s dhe Komisioni për Buxhet edhe për Media e sjellin një propozim të kërkesën për ndarje buxhetore. Por kjo është vetëm një hap i cili nuk e cenon ligjshmërinë e ndarjes së buxhetit për nevojat e punëtorëve të RTK-s. Gjithçka është spekulim për të krijuar krizë, për të mobilizuar masat, se na jemi ata që po dojmë me majtë me boshtet, e këta janë pengus bashkë me listë serbe dhe me Vučićin atje në Beograd. Kjo e logjika e tyre dhe këta kanë me vazhdu kështu derisa ta zhbëjnë në aspekt social, ekonomik, politik, infrastrukturë, diplomatik, negociata shtetin e Kosovës dhe drejt atij drejtimi po shkojnë. Kam shpresë të madhe se Shtetet e Bashkuara si aleat që e kanë mandatin të na mbështesin, 2 Tirana që e ka detyrim kushtetues për kujdeset për mos me humbë territori me marrëveshje ndërkombëtare, edhe në qoftë ai Kosovës, dhe 3 qytetarët e Kosovës e kanë në dorë ta shpëtojnë Kosovën nga kjo strukturë politike që e ka stërkesh çdo aspekt. E qartë. Mirë, zoti Berisha, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet, jemi në fund. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Isem Berisha, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish në aktualitetin e radhës.
Shqipërisë.